Po e mendoj seriozisht që të futem nga Arjan Curri në Big Brother VIP 5. I ftuar në live from Tirana, ishte analisti dhe teologu Arjan Curri. Ai foli për komente që mori pas intervistës te Grida Duma, si dhe për aludime që po qarkullojnë se do bëhet pjesë e Big Brother VIP Albania. Kanë qarkulluar shumë fjalë që do të hysh në edicionin e 5 të Big Brother VIP Albania. Arjan Curri, më ndaloi një polic para disa ditësh që më pyeti. Tha që kishte hedhur bazë dhe mendonte se do futesha dhe kolegët e tij nuk e besonin. Po e mendoj që të futem, i thash. Kam një bazë tjetër, këtë radhë jo me studentët e mi, por me kolegët e mi, që filozofia nuk mund të futet dot kudo dhe cilësia nuk mund të futet dot kudo. Dhe mendimi nuk mund të futet dot kudo. Qoftë edhe në një reality show. Unë mendoj që mund të futet. Një reality show mund të jetë shumë filozofik, mund të jetë shumë i thellë, mund të jetë shumë i gjerë, mund të jetë shumë i lartë, mund t'i ketë të gjitha dimensionet, qoftë edhe dimensionin e 4 që nuk e shohim me sy. Po e mendoj seriozisht që të futem. Arjan Curri, jo, por kjo nuk do të thotë që të mos e bëj unë si ofertë. Unë ndonjëherë gjërat që dua i kërkoj dhe vetë. Nuk pres të mi kërkojnë gjërat, i kërkoj vetë kur i dua. Nëse do isha aty brenda, si mund të ta sillte produksioni ty si surprizë bashkëshorten tënde, Lirin dhe vajzën tënde, Irinin aty. Arjan Curri, Lirine do e kisha me vete. Vajzën nuk do të doja të ma sillnin aty, se është minorene, nuk i merr dot vendimet vetë. Çfarë do i kërkoje vëllait të madh në dhomën e rrëfimit? Arjan Curri, të më linte të thoja që të doja. Do i provokoja shumë shqiptarët dhe konkurrentët e tjerë. Do i bëja të gjithë që të shanin, të mendonin. Më eksiton pjesa e të provokuarit popullin tim. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.